djeshëm një deputete e Partisë Socialiste është vetë deklaruar si e pavarur. Si e komentoni ju këtë situatë dhe a do t'i bëj Partia Demokratike një ftesë Mariana Koçekut? Tani, në qoftë se zonja Koçeku ka dorëzuar është larguar nga grupi për shkak të qëllimit të Edi Ramës ndaj protestës, unë e përgëzoj atë. Unë e përgëzoj. Në rast se ajo ka patur se nuk ka shpjeguar me sa di unë, domethënë, nuk ka shpjeguar arsyet, pres të shpjegoj arsyet që të pronësohen, por them që tani, në rast se ajo ka dhënë dorëheqje për shkak të qëllimit të papërgjegjshëm, absolutisht të papërgjegjshëm të Edi Ramës ndaj protestës madhështore të paparë në historinë e Tiranës të rinisë dhe qytetarëve, ajo ka bërë një akt qytetar. Të shohim, të shpjegoj motivet që të bëjmë vlerësimin. Unë siguroj protestuesit se mandatet e Partisë Demokratike janë dhe do të jenë të tëra në funksion të kësaj lëvizje. Sikundër, ftoj edhe vazhdoj të ftoj shqiptarët të marrën pjesë masivisht, mbasi realisht. Edi Rama në rreth të kuq, tafnë dhe shpresë nuk ka. Ta përcjellim, t'u japim një ndihmë këtyre trive në këtë funksion dhe mision liberator. Këto përgjigje. Zoti Berisha, megjithatë protestuesit kanë thirrur në ditën e tyre të 15 me pankartën Rama në burg, Berisha në burg. Si vlerësoni këtë parur protestues? Gjithashtu ajo është opozita e opozitës që mendon tani me qenë se gjykon se në këtë mënyrë, duke luftuar opozitën e vërtet, do mund të zëvendësoj atë, por opozita si ka zënë vendi askujt. Ndaj dhe i ftoj qytetarët të vazhdojnë, demokratët të marrin pjesë sa më masivisht në këtë protestë, të mos ndikohen nga një slogan i opozitës dhe ç'është e vërteta 2-3 sorosianëve. Dhe ti di mirë, ato marrëdhëniet të mia me Soros, i ketë ata. Ja, i njëni vetë, s'ka nevojë që të mund. I njëni vetë aty. Ndaj dhe unë përshëndes shumë përzemërsisht ata qindra mijëra qytetarëve të ri, të cilët në fakt po shirojnë të vend nga diktatura më shëmtuar në disa aspekte e them këtu, edhe më dëmshme se sa ajo që për totalitarja, sepse kjo ka përzën 1.300.000 shqiptarë në 10 vite. Dhe ky është një dëm i tmerrshëm që don të paktën në kurs normal 40 vite, minimumi 40 vite, për të kompensuar dhe për këtë Edi Rama, kjo është një genocid i mirëfill, si mas konventës OKB-s, dhe Edi Rama meriton të gjykohet për genocid. Zoti Berisha, ju insistoni në kritikat tuaja ndaj prokurorit Akim Xhumani. Megjithatë, ky prokuror është pjesë e grupit hetimor në dosjen që kuferuat si dosja Aruba. Pse e paragjykoni ju përderisa në këtë fascikull dhe në këto materiale që ju i keni lexuar, rezultojnë të dhëna që hedhin dritë pikërisht me atë që është stërtën ndër vite dhe ndoshta në vazhdim ky grup hetimor do të jetë i tillë sa do të gërmojë edhe në element të politikës. Anila, Bashkëlidhur me ta. Anila, jemi sinqert. Kjo dosje shqiptarët dhe bota kishte nevojë më të madhe të fillonte me politikën. Me politikën. Se kjo është dëshmia, unë e kam thjesht për veten time, sepse unë kam qenë vitin 2017
e kthej që të paktën 500.000 herë kam denoncuar narkoshtetin. Por Aruba, me praninë e zyrtarëve, është dëshmia konkrete, se ti mund ta thuash sigurisht tonë, por dëshmia më flagrante, më konkrete e narkoshtetit, e bashkëpunimit qeverisë së drogës. Dhe ky të parat që duhet i thoshte, mandatet e para të arrestit që duhet lëshonte, ka një popull, po ta spysin, këta fyën një popull të tërë, fyën inteligjencen, memorien, nërgjegjen e një kombi të tërë, duke i majtë në xhep zyrtarët e Edi Ramës, sepse janë vetë lakejt e Edi Ramës. S'mund t'i bësh një popull të një. Qytetarëve u thuhet se Aruba u mlodh në drejtimin e Engjëlla Gaçit apo tjetrit. Më fal, nuk e di tjetër se djemër, se thoja me porositë e Edi Ramës. Dhe kur thuheshin këto, shqiptarët më vjejsoheshin pastaj. Gjithçka. Kjo është, po kjo fshihet, dhe u zbie kur dakord me këtë janë. Ajo është një shërptor i Edi Ramës, unë e kam denoncuar me 100 herë, dhe s'do doja kur ta denoncoja. E kam denoncuar, ajo është implikuar vetë në krimet. Ai ka fshehura. A ju kujtohet ju që ai shetiste nga një zyrë në një zyrë, nga uluziu, faqeziu tek tjetri, që ma zjasti mandatin, të me zjatët mandatin. Do dini gjë, në histori, ata që kërkojnë zjatë mandatesh, ata janë absolutisht, në qoftë se janë politikanë të lartë, janë diktatorë, në qoftë janë mercenarë të diktatorëve. Si mund të kërkoj, ai ishte një pyetje, të ndryshoj kushtetuta për Altin Troplini. Se Altin Troplini kishte bashkëpunuar me krimin, dhe tani duhet na kishte, duhet ta mbyllte jetën si prokuror. Ishte gjëja që më ka revoltuar pas votës, kjo e dyta më shumë. Juve si lideri i opozitës, a ju mungon në bulevardit dëshmor të kombit? Janë të gjithë aty, po të garantoj që aty janë, jo aq, sepse aty janë me mira, qindra dhe mira demokratë, po kjo reale, dhe ju mund shkoni ta vërtetoni. Tani, po, edhe i thoj prapë të shkoj. Natyrisht, unë admiroj, kam admirimin më të madh për këtë protestë, e para ose më fuqishmja protestë qytetare, dhe rinore në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Ata që përpiqen ta manipulojnë, ca opozitës, ata duken si miza në atë kalit që kujton se të heq karrocën, thot Deni Diderot.